Pasi bën kërdin në rrugët e qytetit të Vlorës, qendet në Acang Bëri në Këshillin Bashkiak të Vlorës, e ndërsa televizioni 6+1 Vlora solli 10 kronika problematike dhe sensibilizuese, duket se ka një reagim, të cilin shpresojmë të jap zgjidhjen më të mirë, dhe për një zgjidhje emergjente të situatës, Bashkia e Vlorës paraqiti këtë të hënë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, projekt vendimin për krijimin e istreze për kafshët endacake, si dhe miratimin e akteve administrative në funksion të kësaj veprimtarie. Drejtuesja e zyrës së bujqësisë dhe veterinarisë në Bashkinë e Vlorës, Aulona Veizi, në fjalën e mbajtur përpara këshilltarëve, pranoi se situata është vërtet shqetësuese, ndërsa foli dhe për funksionet e kësaj streze. Duke parë situatën që është shumë emergjente, duke parë prej vitesh, ne menduam që të bëjmë dhe një plan B, i cili është krijimi në një ambient të cilin do ta marrim me qira. Dhe funksionet e strezët do t'jenë këto, nuk është thjesht një strez që do të marrë qenë, por kemi renditur gjithë aktivitetin që do të kryej kjo strez. Pra që nga hospitalizimin, testimet, sterilizimet, vaksinim, mikroqipa, database-in, ushqimin, funksionimin e strezës gjatë gjithë kohës të 7 ditëve përfshirë edhe ditët e festave, dhe në fund patjetër adoptimin, që është dhe një fushat dhe një proces shumë i rëndësishëm i strezës, dhe së fundmi fushatat sensibilizuese. Që kjo nisën të arrijë sukses për një kohë afatgjatë do të ishte nevojshme që të realizojë në mënyrë të koordinuar edhe me bashkitë e tjera të qarkut Vlorë, në mënyrë të tillë që të shmanget sa të mundet transporti këtyre kafshëve nga rrethet e tjera në qytetin e Vlorës. Kjo punë nuk bëhet vetëm, dhe më besoni për këtë. Është bashkëpunim, collaboration, cooperation dhe edukim. Këtu duhet të përfshihen të gjithë. Bashkia ofron strehën. Mjekët veteriner do të ofrojnë shërbimin të kafshët. Pjesën tjetër duhet ta bëjnë qytetarët, aktivistët, OJF-t. Në trajtimin e këtij materiali nuk është lajmëruar asnjë OJF, pavarësisht asaj shprehjes që ne pam thirrjes që ishte bërë te Bashkia. Një mesazh, një email nuk do t'i kushtonte gjë zyrës që të thriste aktivistët, të cilët në Vlorë janë në numër të madh, aktivistë që punojnë çdo ditë me kafshët. Ndërkaq administrata e Bashkisë së Vlorës paraqiti në mbledhjen e Këshillit Bashkiak edhe projekt vendimi për disa shtesa, si dhe ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak për buxhetin e Bashkisë për vitin 2026. Në shpenzime për këtë, sipas artikullit paraqitjes si më poshtë, për paga 10 milion 075, për sigurime shoqërore 1.594.000, për shpenzime operative 17 milion 700.000, për investime 154 milion 565.000. Kurse duke i parë në përqindje, pagat 5%, sigurime 1%, operative 10% dhe investime 84%. Në totalisht shpenzime që të buxhetojnë. Duke analizuar sipas programeve shpenzimet paraqitjes si poshtë, aparati i Bashkisë. Shpenzime postare 3 milion lekë, cilat përdoren për shpërndarje dhe tarifat e shërbimit që ka posta shqiptare për shpërndarjen e invalidëve të ndihmës ekonomike. Shpenzime për transportin e mjeteve të dhuruara. Bëhet fjalë për 20 artikle që nga ka dhuruar nga Bashkia e Belgjikës dhe do të përballohen shpenzime doganore dhe shpenzime transporti nga Belgjika deri në Vlorë. Përsa autoshkallë për shërbimin zjarr fiks. Sa i përket shpenzimeve për investime, këto investime janë parashikuar për shpronësime për gjithë projektet e infrastrukturës që ka mirator Bashkia e Vlorë në buxhetin e vitit 2026. Dhe kapin shumën 138 milion 090.000.